Ne kam dalë mbështetje si organizator të Ramve Dje, besoj keni pa të mbështetje. Ne nuk kemi në anakshit organizativ të liria ka amen. Ne s'kemi qam shefin, unë kam thonë, ne kemi ushtat protesta, ju besoj e dini. Keni qenë me neve gjithmonë, edhe në Hagë, atje edhe në Shkup, edhe në Tiranë, Prishtinë nuk të diskutohet, edhe në Kroaci kemi qenë mbështetje. Ata neve nuk na kam ftu në anakshit organizativ. Ata kanë doshta marrin timorin shtu vetë, edhe do të thotë, mos e kanë dorë ata, edhe i dhënimi unë paka shumë tash, do të them sinqerisht, ata ftuan edhe lëvizjen vendosje, ju keni dëgjuar gjitha partitë politike, ku ftuan edhe liderin Albin Kurti që të marshaj. Ne duke ditur deklaratat e Albin Kurti në Parlamentin e Kosovës, kur thotë nga Kozumi, serbët kanë bërë më shumë masakra. Sot masakra kanë bërë më shumë. Po prej aty në këta mbrapa me ato janë kriminalët e luftës, presidenti dhe të tjerët, ku kemi të mamë misterioze dhe kanë bërë shqiptarët. E tash unë nuk mund të marshoj me Albin Kurtin krah për krah, as shokët e mi, nuk mund të marshoj me Albinin krah për krah, kur një njeri në Parlamentin e Kosovës, para 6 vite, ku thot pe konzumit, numër të madh. Serbia ka bërë masakra, po masakra më mizotët, ta mbrapa me edhe janë bërë, pashim të që edhe të tjerët. E sot unë të marshoj me Albinin, krah për krah. Ju e keni pa në parlament, ne jemi dëshmitar dytë, edhe jënë qytetarët, jënë falë zotit tash, jënë edhe si ndrujt në pararkive në qëzime, sene që përdalin, dhe kjo është arsye se ne nuk mujmë të bashkangjitemi në këshillin organizativ kësaj proteste. Jo me Kurtin. Ne do t'jem mbështetjesor, na kemi bërë thirrje. Gjithë qytetarët e Kosovës morin pjesë me 12-in, është protestë paqësore, është marsh paqësore, morin pjesë i madh i vogël në Prishtinë me 12 qershor të protestojnë. Shtator, po. Po mendoj shtator, me 12 shtator dalin dhe protestojnë i madh i vogël në Prishtinë. Interesante kjo, se njeri ka të drejtë edhe të jetë pishman për ato që mund të ketë bërë në periudha të ndryshme, nëse ka gabuar, nëse e ka udhëhequr kjo fryma emocionale, e egos, e urrejtjes për tjetrin e tjera. Mbase është pishman edhe zoti Kurti. Unë pajtoj me ty që është mirë çdo njeri punës të keq si mirë pishman, më kërkoj pak të falje para qytetarëve. Po unë nuk e kam vrejt në te Kurti që ka kërku as falje, pasi ka pishman. Nuk e ditë se zoti Kurti që 6 vite në organizatë të trame nuk vjen. 6 vite? 6 vite. Nuk e di sa e të... Afër shumë është. Im shumë afër. E dyta, zoti Kurti që 6 vite në të na tregon sa invalid ka qenë më shëru e zhveni. Zoti Kurti në të tregon për gjatë 7 veteranë me kancer. 22 në gjendje matëron për momentin. Si sot për 20 presum. Zoti për me në emnat, se gjithë erdi emnat, janë trajtim në jashveni dhe në Turqi me financat vetë apo mendimin e miqve, shokëve dhe dashamirëve. Për gjatë të sotëve ku na i ndihmojnë me 4 euro jo më shumë, si institucion. Unë kem me protokoll kërkesat, me gjitha si unë pranu, asnjë veterani, asnjë invalidi, për gjatë të sotëve nuk i ka ndihmu njënit për tyne që është me kancer. Sot për nesër presim cilin për në thirë me shku me vërros. Që për më shtirë të athëm këtë fjallë, ne kemi 67. 67 veteranë janë me kancer, 22... Keni trokit në dyert të tyne... Edhe familjarët e tyne kanë trokit, edhe ne se ka obligim me ligj, është me ligj. Ministria e shëndetësisë dhe Ministria e Mjedisë të dyert kanë me ligj obligative kanë. 100% invalid me pagu shpenzimet për shërim jashveni. 70% për veteran edhe për familje dëshmorit. As të njonë, deri sot të dyja nuk kanë jep as të cilë. Kjo është e vërtet, kjo nëse une, po genjeja, po rajtjo, nëse une jam gjendje sot dërgura për organizate, nëse delë të Albin Kurti, apo një ministre tina, që ne kemi ndihmue veteran, për kanceri kam fjallë gjithmonë, kemi ndihmu kaq veteran, apo familje tyne, apo s'ka kërkesa. Gjithë janë protokollume, gjithë janë ndërzume në Ministrinë e Shëndetësisë dhe asnjë kërkesë nuk është realizuar. E vetmja kërkesë është ato me 1 vit e gjys, një invalidi nga voshtëria që bubrekin ka me apo veshkën grus, transplant ka me bu, 17.000 euro edhe ato rrivan me mund njeri pas njeri. Njeri pas njeri. Që është morë për neve së me intervenu, njeri pas njeri... Ka thujnë familjarët kur i takon veteranët? Ku i takoj familjarët ata që janë në trajtim. Kemë në Gjermani, kemë në Francë, kemë në Turqi, 14 në Turqi.
Tas fundi kem vllahun e Feta Begullit. Fetohem besoj duhet për një hoxhë e nderuar, është vllovi di shumë gjë nderuar, është në Gjermani shumë keq, shumë. Veç preso. Atë se përmenda më keq. Kur takona ata na panë, na kim ndonjë një pjesë vogël, që kem ndonjë apo organizate apo pishovi që kena lyp dikuj 500, dikuj 300, dikuj 700, më shumë lidhen 700 kim pagu në terapi një shokë kim pagu. Edhe nëse s'gaboj Ganikosit e kemi ndihmuar me amën që e përmendas Ganin, vitin e kaluar Ganin, i kena ndihmuar, kështu që se na kemi ndodhur dikun për 40 vjet tash. Për organizatës. Jo me amën, me amën gjithë. Edhe familjarët ka ndodhur që na kanë kthy porët, të di çfarë gjendje na jemi si organizat. Vërtet. Për zotin na ndodh, edhe mua më vjen keq, ata më thonë, mos e merr nga zemra. Mos e merr se na e dim punën e ju, çota tria që të punu, po kjo deri në këtë shkollë që marrit me këtë qeveri, edhe këtu duhet ditune që këtë qeveri nuk se kthe kryt për neve, edhe s'kërkoj falje për ato parlament që ka dhënë një kriminal një këto. Kjo nuk e besoj si tash na ka hije me na po dikush mos me Albinin. Vetë vendosë që ka njerëz mirë, ka shumë njerëz mirë, shtarë tonë na kema të shok, tonë që bisedojmë me ta, flasim me ta, arrim. S'kem darë partijake, nëse na intereson një partia. Ne na intereson shoku, mua më intereson ligji për vlerat luftës, mua më intereson mes për para. Nuk ka